Ish presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, i cili u rrëzua nga një operacion ushtarak amerikan dhe u burgos në Shtetet e Bashkuara, ka folur nga burgu. Sipas familjes së tij, Maduro ka thënë se po ja dalin ban, jemi luftëtar. Citohet këtë thënë Nicolás Maduro Guerra, djali i Maduros, në një video të publikuar nga partia e tij në pushtet. Mos u trishtoni, thuhet se ka thënë Maduro avokatëve të tij në burg në New York. Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, u kapën në një operacion ushtarak amerikan në Caracas pak më shumë se një javë më parë dhe u dërguan në Shtetet e Bashkuara. Presidenti nacionalist i krahut të majt prekohesh do të gjykohet atje me akuzat për terrorizëm dhe transportin e drogës. Mbështetësit e Maduros kërkojnë lirimin e presidentit të rrëzuar të shtunën. Megjithatë, vetëm rreth 1000 njerëz u mblodhën për protesta në Caracasin perëndimor. Zyrtarët e lartë qeveritar nuk u paraqitën në demonstrata. Presidentja e përkohshme, Delcy Rodriguez, mori pjesë në një panel bujqësor ku premtoi në një fjalim televiziv se nuk do të pushonte asnjë minutë derisa të na kthehet presidenti, tha ajo. Ministri i jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, njoftoi të shtunën duke referuar shërbas se qeveria në Caracas kishte nisur një proces për të rivendosur marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve të tij në Venezuelë të largohen nga vendi menjëherë.